Nuk e di a keni vure këto kohët e fundit, jo këto kohët e fundit, por këto ditë e fundit shtëpia është ndarë në dy grupe të mëdha. Sepse për momentin nuk është se shoh dy pole, po them dy persona kryesor në shtëpi, po shoh dy grupe dhe grupet janë banorët e vjetër, pra ata që kanë hyrë që ditën e parë në shtëpi, me banorët e ri që kanë hyrë më mbrapa në shtëpi. Dhe ç'është e vërteta në këtë moment që flasim, banorët e ri janë shumë më fort, po luajnë më fort se sa banorët e vjetër. Si duket banorët e vjetër janë demelos pak, kanë fitu një vetë siguri, ndoshta edhe nga votimet e tjera nga ato votat që kanë marrë si të preferuar ose ku diun se çfarë nga nominimet që kanë kalu, por e vërteta është që në këtë moment do t'i kisha sugjeruar banorëve të vjetër që mos të demelozen shumë, sepse banorët, le t'i quajmë të ri tashmë, janë shumë fort, po luajnë shumë fort dhe po kapin pikat kryesore të banorëve të vjetër. Kështu që kjo demelosje e atyre të vjetërve jep shumë hapësirë edhe mundësi këtyre të rinjve, le të themi, që shpërfaqen dhe të luajnë fuqishëm. Dhe në fakt po luajnë më mirë.